Elbasani vazhdon të jetë mikpritësi i 10 aktiviteteve sportive gjatë gjithë vitit si një traditë e konsoliduar tashmë prej shumë vitesh, teksa Elbasani u shndrua në qendrën e rrethit të 83 ciklistik të Shqipërisë. Presidenti i Federatës Shqiptare të Ciklizmit, Skënder Anxhaku, kujtoi me mirënjohje kontributin e jashtëzakonshëm që ish kryebashkiaku Qazim Sejdini ka dhënë në mbështetje të sporteve në tërësi dhe në veçanti të ciklizmit, traditë e cila sipas Anxhakut vijon ende. Elbasani ka qenë gjithmonë i veçantë dhe këtë na i ka lënë i ndjeri i madh i Qazim Sejdini. Një njeri i madh që ka qenë pranë sportit, ka qenë pranë njerëzve të fukaraj dhe arriti që të vërë dhe një djalë të ri, djalin tuaj këtu në krye të bashkisë, që i ka dhënë një ndriçim ose një fytyrë tjetër Elbasanit. Qazim Sejdini, i cili shërbeu si kryetari i Bashkisë së Elbasanit për 3 mandate radhazi 2007-2019, mbahet mend si një nga figurat që i dha një vëmendje të veçantë zhvillimit të sportit në qytet. Gjatë drejtimit të tij, Elbasani psoi një transformim të rëndësishëm në infrastrukturën sportive dhe në mbështetjen e ekipeve lokale. Si një figurë e ardhur nga bota e sportit, Sejdini e shihte sportin jo vetëm për të gjitha benefitet e tij të rinjtë e fëmijët, por edhe si një kartë shumë e mirë për të promovuar qytetin. Ai krijoi të gjitha kushtet dhe lehtësirat për zhvillimin e aktiviteteve kombëtare, pikërisht për promovimin që këto të fundit i bënin Elbasanit.